ju i merrni pothuajse të gjitha shërbimet, 95% shërbimet shtetit, në çdo pikë të botës ku jeni, thjesht dhe vetëm fal shtetësisë suaj dhe një kliku në smartphone-in apo kompjuterin tuaj. Atëhere, kur ne u mblodhëm për herë të parë, Shqipëria njihej botërisht dhe ishte e damkosur nga Bashkimi Evropian si adheu i pa ndëshkueshmërisë, ku ligji vepronte vetëm ndaj të dobësve dhe ku çdo i fortë sfidonte ligjin. Sot, pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në kryet herës nga 1912 deri kur ne, me vullnet plot, i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj për të bërë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe pa kursyer askënd.